Shtëpia botuese Furkan. Këto për cilit vit fillove? Tash lidhja e nisë islame funksionoi prej vitit 1991 deri në vitin 1994. Po. Me disa vështirësi. Në 94 banëm kërkesë tek organet e rendit tek gjykata për me na regjistru, normalisht për shkak të emrit edhe aktivitetit nuk na regjistru. As lejon, ha? Jo, nuk lejon. Dhe ne u desht me shujt aktivitetin e lidhjes nisë islame gradualisht dhe në vitin 1994 dhe atëherë themelojmë shtëpinë botuese Furkan. Bile shumë aktivitete që i kemi pas bërë me lidhjen e nisë islame, i kemi vazhdu me shtëpinë botuese Furkan kur e themeluam edhe pse shtëpia botuese do të më shtyp veç libra. Po da. Por ama na kemi organizu tribuna me shtëpinë botuese Furkan, na kemi organizu kampime të ndryshme, kemi bërë aktivitetet derisa pastaj më vonë veç vitin 2000 themelohet edhe Forumi Rinor Islam dhe shumë organizata të tjera që mbulojnë këtë sferën e veprimtarisë rinore, ka pas disa organizata që janë themelu, ndërsa Furkani vazhdon me libra. Që nga vitin 96, a? Po faktikisht muj me thonë është e periudha 94, 95 e themelimit të Furkanit, deri tash 30 vjet po bëjmë veprimtari, Furkani ka shtyp mbi 600 tituj. Shumë i kanë ndihmu davetit. Unë po foli për veti, librat e Mustafa Mahmud i ka botu Furkani apo? Ka botu pak të Mahmudit, jo shumë. Dialogu me mikun ateist? Dialogu me mikun ateist e ka pas shtyp dikush tjetër. Tash jo Furkani. Në fillim i kisha do dyshime do sena, Allah e shpërblet me xhenet Mustafa Mahmud, ja kum pas lexu librat krejt. Elhamdulillah, shumë mi ka qartësu do sene. Alhamdulillah. Çka do të thonë forca e librit? Sigurisht, është e madhe. Na këto e kemi vrejt kur tazon vjen një lexues i librit në panair, e merr filan librin në dorë dhe thotë ky është libri që më ka kontribuar me e kuptu fen, me udhëzu në fe, me fillu me praktiku namazin. Edhe ky është satisfaksioni më i madh që e ndini botues në ato momente. Edhe raste të tilla s'u ka shumë. Më kanë shkruar edhe në privat njerëzit që nuk i njoh, që ndoshta sikur më taku kur. Mirë për që më ka thonë se filan libri është konë arsye e udhëzimit tim, edhe ka prej aty njerëzve që po thonë me gojën plot, ndoshta sot janë bën besimtar shumë më të mirë se Muhamedi përmes një libri që e ka shtyp Furkani, ndoshta ose Nuni ose dikush tjetër. Edhe ky është satisfaksion, nuk mendoj që kjo është ajo puna më e madhe dhe ky është qëllimi që do të më pas në veprimtarinë tonë. Thash Furkani ka mbi 600 tituj që i ka shtyp, pjesa më e madhe realisht e botimeve të Furkanit janë literaturë fetare islame. Por ne kemi shtyp edhe disa libra tjerë universitar, kemi shtyp edhe disa romane për kategori të ndryshme të lexuesve. Tash ne krejt sot po thojmë që është një fatkeqësi e vogël që leximi disi ka ra nivele tek bashkëkombësit tanë, ndoshta nuk ja vlen shumë edhe me u anku, por ama ky është një realitet. Edhe është një realitet i hidhur. Duhet me gjetë, ndoshta edhe na si botues edhe institucione të ndryshme një mekanizëm qysh me ngjall, qysh me kthy prap në skenë leximin të njerëzit. Sigurisht kjo ndodh edhe përmes librave të mirë që ofrojmë. Ne e dimë që edhe na si botues duhet me qenë pak më atraktiv, duhet me qenë pak më të kapshëm për lexuesin, ka ndryshuar trendet. Për shembull, ndoshta me një kohë dikujt i ka interesuar një libër tjetër, sot e shohim libra psikologjik, libra që kanë bënë me shëndetin mendor, libra që kanë bënë me frymëzim dhe motivim. Edhe duhet me kap lexuesin edhe në këto lloje të librave. Janë do libra që kemi vërejt, si të bësh miliarder. Po, shkon e vlen edhe zmosh, mos e. Nuk e di edhe autori atyre librave është miliarder fillimisht. Përveç nëse ai ka një mundësi me u bë miliarder duke shit librat, duke menduar njerëz të tjerë që është miliarder vetë ju, por ama nuk besoj që ka çfarë shumë miliardera. Pra Furkani është pjesa e dytë në sektorin civil, nëse domethënë shoqëria civile për me mbuluar si aktivitet, se ndoshta e mendon edhe si pyetje, jam kanë i pranishëm edhe në disa organizata tjera. Po. Tash për shembull ndoshta pak kush e din që unë jam kanë kryetari i shoqatës së botuesve shqiptar në 2 mandate, në të vitet 2004, 2006, në 2010, 2012, shoqata e botuesve shqiptar në Maqedoni ka grumbullu atëherë krejt botues të gjuhës shqipe, jo veç botues të librave fetare. Pjesa më e madhe e botuesve që jemi kanë pjesë e SHBSH-s janë kanë botues të librave të ndryshëm, pra jo fetar. Kam qenë kryetari i qendrës për mirëkuptim dhe bashkëpunim institucional në 2 mandate, vitet 2010-2018.
antar i kryesisë në disa organizata tjera, përfshirë humanitare, Kallirni, Po, Mesisë dhe Kallirni, disa tjera. Kryeredaktor i revistës Vepra, nëse mund me në Si jo, revistën Vepra, Vepra. e kemi botuar në 100 numra prej vitit 1998 deri në 2011 më duket. E pastaj me botimin e numrit të 100 e përmbyllëm si revistë. Ka qenë me ngjyra Vepra. Me ngjyra e Vepra, shton ka trajtu tema edukative, Shumë interesant ka qenë. shkencore. Po filloi Po, digitalizimi, interneti. e bonit veten edhe në e ndërprerje dhe botimin e veprës dhe e fundit që kam pas si aktivitet ose si bar, po e them edhe këto, kryeredaktor i revistës shkencore ndërkombëtare Centrum. Është një revistë që votohet në kuadër të QMBI-s, ku publikohen tema që janë me karakter shkencor. Domethënë magjistra, doktorat shkencës, akademik i sillin temat e tyre dhe u abotojmë atë. Pra është një revistë kryesisht me karakter shkencor ndërkombëtar. Po. Dhe aty kam qenë kryeredaktor prej vitit 2013 deri në vitin 2018, se nuk gaboj. Po.